Djali im është 20 vjeç. Ai ka me patent makine. Ai njeh rregullat, gjitha rregullat i njeh, apo i njeh të gjitha rregullat. Nuk është adoleshent, 14-15 vjeçar, që më marrin mini patinat e po dalin në rrugë për xhira për qefet e tyre. Këto unë jam dhe unë dakord se janë të rrezikshëm. Të ruhet, më thonë, të ruhen fëmijët mos vriten, apo mos aksidentohen, mos na vdesin, mos kemi probleme të gjëra. Po jo unë tashim shkepet truri, jam budallak, dal makinë përpara vdes. Të bëjmë policinë, bëjmë shtetin, në marrim shtetin. Ajo është një motor vllak me bateri që ka 35 km/h, 40 km/h si biçiklet. Nuk është mini patin që mund të hypim 2 veta. Edhe marr dhe shokun në qap, jam fëmijë adoleshent 14-15 vjeçar. Ajo është për punë, mjet pune. Sepse zonja ministria të japi një deklaratë, për ditën e diel, që të bllokohen këto lloj mjetesh dhe të honon policia filloi t'i bllokoj, që njerëzit i kanë blerë me mund, me djeres, me thonë, nuk ja ka dhënë shteti. Pastaj këto mini patinat dhe motorat elektrik kanë më shumë se 6 vjet që janë në qarkullim, ata nuk kujtohen këto për t'i bllokuar. Njeriu duhet lajmërohet, njeriu duhet marrë masat. Jemi shumë dakord për të respektuar, më thonë, rregullat e qarkullimit, por jo në këtë lloj mënyre, se kjo është hajdutlik.